Ne kështu përshëndes, jemi në emisionin Kultura Shqiptare në Emigracion. Pa disa ditësh ne kaluam një mbrëmje jashtëzakonisht të shkëlqyeshme, ishte mbrëmje gala për rastin 25 vjetorit të Televizorit Shqiptar të Amerikës. Me këtë rast falenderoj gjithë ata që kanë marrë pjesë në këtë event, por edhe gjithë ata që nuk kanë dërguar urime, edhe ata që dërguar urime i falenderoj pasi e shikojnë televizionin tonë. Është një emision i shkurtër, por i dedikohet dhe i suportohet të ftuarve në emision. Por i pari që unë do ta prezantoj tani është zoti Vran Gjoka, i cili ka qenë drejtori artistik i organizimit Sen Brajmi. Ta falenderoj shumë për pjesëmarrjen, për energjinë e re që solli televizionit në këtë dia dhe jam me një host, jo vetëm si drejtor dhe pronari i televizionit, por edhe si një ardashës që jam. E falenderoj shumë. Falenderoj zoti Vran Gjoka që ke marrë pjesë në organizim dhe qysh nga projektimi dhe realizimi me sukses. Faleminderit, kënaqësia ime. Së dyti kemi një mikun tim të hershëm, shpesh unë i them në këto emisionet kur takohemi së bashku me të në muzikë, i them kur nuk të shikon, por dëgjon zemrën thuaj, "Ua, ku është Bujar Çamili?" Pra si ashtu këndon dhe ka një emërsi, është Artur Matia, nisi ka Artur Matia. Mirë gjeta. Jo, pa që ti me nash emërsirin në fund. Pasi ju të ndiq një material dhe në bas materialet do të shikojmë. Është personi që vazhdimisht nëse televizion, ju dini ato amvisat e familjes, i përdorin gjërat që janë me pak, bajnë edhe eventi ku pra i ruajnë se mos vinë i mik. Pasi është kompozitor, është instrumentist i talentuar, por nuk e dinim që ajo ishte edhe një xhongler i mirë i topit. Niqe. Pra ishte kompozitori, instrumentist, i shkëlqyer, personi që unë personalisht kam një nostalgji të veçantë pasi shikues nderuar, kur nuk do të harrojmë traditën e veçanërisht instrumentat të cilët na kanë rritur në breza, por ajo është edhe modern, pra ka një këshiltim midis modernes dhe tradicionales, edhe ky është Bearneli. Dhemi për rigjuar qimin. Besoj se ne kemi palemit kohën edhe pse avioni i shkon tani shumë shpejt, por unë dhe kërkoj mirë kuptimin të dy të ftuarve që të suportojmë në kohë, të shtrydhim plaj sa kemi mundësi. Mirë se ka ardhur. Mirë se u gjeta, ju falenderoj shumë për ftesën që më keni bë. Mora pjesë edhe te aktiviteti, ishte shumë bukur. Në çdo pikpamje, me fjalë, organizim perfekt. Ju falenderoj ju, zoti Gani, dhe një falënderim të veçantë kam për mikun tim të kahershëm, domethënë që është vlerë për gjithë kombin tonë, Vran Gjokën. Faleminderit, kënaqësia jonë shumë e madhe që të padomesin dot. Gjithashtu edhe për mua ishte kënaqësi. Të falenderoj shumë për prezencën dhe edhe pse kapelën e ke urrë shumë nga të bënd të foshuar, ti je i ri, unë mësova të tuaj, edhe me një mend, ne shqiptarët kemi një vlerë jashtëzakonisht të madhe në artët, në kulturë, dhe veçanërisht unë nuk e njoh shumë anën tuaj artistike, shkollimin, edukimin tuaj, jetën tuaj, edhe mendoj ta sillni vetë, por i them të gjithëve shqiptarëve se ju jeni një xhevair në artin dhe kulturën shqiptare. Faleminderit shumë. Bravo. Ishtë mosha që vjen rritet ëmbëlsia. Kush është Bearneli? Unë Bearneli është një muzikant, domethënë kam lind në fshatin Macokull. Nga mosha 5-6 vjeç kam filluar me qifteli. Duhet të thonë që kam pas traditë familjare, babim ka qenë artist i merituar dhe mjeshtër i madh i Bearneli. E kena pas gjithmonë. Aty është një gjuhë në shtëpinë tonë atje një fyllë e qifteli gjithmonë është një gjuhë, domethënë nuk ka pas shkëputje asnjëherë. E kam filluar 5 vjeç qiftelin, vetë, se babi i punote në Borrell, unë isha në një fshat Macokull, mrapa ka mrapa poshtë. Edhe kur më ka ardhur më ka gjetë me qifteli, duke më ka thonë, "Oh, ishte surprizë për ta." Atëherë kam ardhur në Borrell, më ka mësuar fyllin edhe
përdorte një shprehje atëherë thotë babët e shokëve vet është të bë shumë i rrezikshëm ky. Edhe kështu fillova atëherë, kam marrë pjesë në festivale me orkestrinën e Matit, që është një orkestrinë që ka fituar shumë tituj në festivalet folklorike që organizoheshin. Pastaj jam shkolluar në lice e më vonë për muzikologji edhe të lartën. Edhe këtu kam marru për audioinxhinieri në New York, në fjalë që të pjesa e studios. Kam pas shumë aktivitet të gjatë, nuk jam shkëput ndonjëherë nga skena. Kujt e dedikon shumë talentit, genit, apo dhe punës që duhet në... Njëherë talenti është kryesori, pa talent nuk mund ashtu, por unë faktikisht kam pas hobi për të bërë futbollist, po babi im ka kongull gjithmonë te muzika, sepse e shifte se kisha më shumë talent te pjesa e muzikës. Edhe ja dedikoj babit tim, domethënë që ai ka qenë mbështetësi kryesor. Si e konceptoni artin me sportin? Nuk i shoh shumë të ndarë, domethënë të paktën natyra ime, jam natyrë artistike dhe bile s'ka rast dhe kur luajm futboll nganjëherë po nuk t'jesh në si gjithkush, po kjo unë është më e theksuar. Nëse nuk jam në humor të mirë, nuk luaj dhe mirë, ma bëjnë vretje shokët. Ndërsa kur jam në humor të mirë, më thonë, ke bëu gjëra të bukura, kështu është, domethënë mund ta lidh me artin, pjesën artistike, domethënë se edhe Unë ju prezantova në fillim dhe kompozitor. Cila është shtrihja juaj? Cilët janë këngëtarët që ju e keni bashkëpunuar? Dhe a jeni të kënaqur me kompozimet tuaja? Ndoshta të vetë kënaqur, si më thënë, i kënaqur po jo me kaluan atë njeriu duhet të rrihet gjithmonë me kam në tokë, si thamin ne. Kam bashkëpunuar me shumë këngëtarë dhe e kam si mision, do të thënë, duke qenë se vi nga një familje që me traditë popullore, se unë kam edhe muzikën moderne, luajn kitare këto pa diskutim, por e shoh si mision, për shembull, qoftë edhe nga ana komerciale, se tani duhen edhe fitimi, normal se nuk mund të mbijetësh, por jam mundu me rujt traditat. Për shembull, me ka ardhur kënga nga Puka, kam pas qejf që të një gjuhet pak stil pukian, të jetë një nuë shqyt, nëse mund të thami kështu. Tamam, tradizionale. Ti ngjaje pak, ka ardhur nga zonat e tjera dhe do me thonë, kam qenë edhe shumë i suksesshëm nga ana komerciale, po edhe në rrugën e traditave. Disa të këngëtarëve që ju e keni bashkëpunuar. Fran Gjokën, që është super artist. Me cilin gang? Me cilin gang? Kam disa kam. Po thuj se gjitha kam që kam të 10 vjeçarit fundit ose më gjëri kam me Beharin dhe kjo është vetëm një dorë që shëron veshin tim. Po, zoti Artur, duke bashkëpunuar? Jo, do bashkëpunojnë tash. A kupton se unë na njoft shumë përpara, por ishte kënaqësi e madhe mram që na keni ftuar në 25 vjetorit e Alp TV, the best TV of United States. Okay? Ashtë vërtetë, do flasim vërtetë. Edhe inshallah na gëzoni me lajmet tuaja gjithmonë për Shqipërinë, për botën, me dhanë lajme, me dhanë koncerte, me dhanë traditat tuaja të bëme prej Alp TV, jo mi bledi ku me i pru këto, a kuptan, se ju e kuptoj që ti e maj miri për mu, për Albanian in United States. Ashtë klani atje, ju ti e klani dytë. Na do të më kanë të bashkume dhe kënaqësia ma madhe që kam të Behari është dje edhe sot, se ka që kishim kohë na. Me nej, me hangër, me pi, me kënu, edhe me ba bisedat, ishte kënaqësia madhe, se ka që mirë, ka që thjesht, po kompozitor i balë. Sot të në këngë të tia, unë të thamon, janë në treg që shiten. Nuk e di sa fitën Behari me ata, por këngët e tia, kompozimit e tia, çdo këngëtar i kanë Behar Neli. Cilët janë këngëtarët e tjerë veç Janë shumë. Janë shumë. Ka fituar shumë, po. Zev Beka, Po. kam frikë se
Ingel Hatri Nanjonit janë shumë S'ka këngëtarë, problem, Elisabeta Marku, Ben Gjeloshi, Nik Po, Qarku, po. Gjolin Proni, I ka tonë. Kosova këtu një. Shqipe Kastrati, biles kanë bërë dhe një duet me Franin shumë bukur, super këngëtare. Po edhe nga Kosova, nga gjithë tre. Ka menojë mundësine të bëjmë një diçka Ka nga vlla e motër. sekuencë të shkurtër. Po mund ta marrim nga YouTube patjetër. YouTube. Po. Dakor. E thash në fillim që do të qenë korçare dhe thash ajo në koqilia i ruan. Të lutem tani. Do një melodi të plot. Po. Ka juve me çifteli edhe një melodi të plot. Me fyll. Pastaj mund bësh sekuenca të shkurtër apo në një melodi të plot, sipas se si janë këto. Janë edhe vegle, nuk di shumë mirë. Po, Unë okay. fillet iniciativia kur isha fëmijë, po. E keni traditë dhe ju, në një stil të këndshëm. Po, fylli është kuto edhe qytetarët, fylli Po, patjetër. i fut në botën e tij. Mund të jetë instrumenti më i përhapur në botë.